ka shitur një pronë të pastër. A është marrë njëri nga kadastra në bytje nga Spaku për këtë lloj gjëje? Jo. Zero. Prandaj po të them ne. Që kanë marrë me problemin ata, pse s'tua? Ata kanë gjithë problemin më. Qëri ka qenë problemi? Evazionin, kriminelin, gjithi kanë gjetur tek noteria që tek e fundit do të Noteria është një zbatuese e Ore Spaku, në Spaku, po të shkoj zoti Karanja, pra se marr. Noteria. Në momentin që prona Zoti Karanja, Zoti Karanja. Noteria në momentin dëgjon, në momentin që prona është e lirë, nuk ka barra hipotekore të tjera është e lirë. Ore kanë sekuestruar noterën. Po, e kupton? E kanë marrë shkretën. Ç'a moshe ka notere? Po ta shikoj se bukur është ajo vino, dele mbron e zgjesh pas Spakut. Makinisti. Po çfarë do të bëj? Tani te sekuestra duhet kemi patën ligji e ka që sekuestrohen ato objekte që kanë lidhje me veprën penale. Po. S'mund sekuestrosh, domethënë, masivisht. Pra duhet ketë lidhje, domethënë, ka lidhje drejt për drejt ose të tërthor. Thash unë i kthejmë prapë te pronat e qytetarëve, duhet jemi të shumë të kujdesshëm, sepse është pasuri e lishme e krijuar në vite, një pjesë e ka të pamundur ta provojë. Po. Shifën ato kontratat kryesore që mund të ketë dyshime, sepse ka kontratat të dyshimeve, por ka edhe një diçka tjetër. Ti nuk e di tjetër kur shet një send, pra edhe noteri nuk e di, mund të jetë trafikant, për shkak, mund të jetë çfarë do, mund të jetë mund të jetë prostitut tjetër, apo ato s'kan targ mball, që jam kështu ose ai, ja këto janë lek droga. Noteri thotë, shiko, urdhë blerë, bën e blerë. Ja, po ka dhe një burim të ardhësh tani, vjen keq. Kur i kanë banka, ka dhe një burim të ardhësh. Jo, nuk ka punë noteri pra. Mund të sinjalizojnë në rast se. Po pra, siç e ka detyrim dhe banka. Noteri s'ka pse. Sepse burimi duhet. Vin nga banka se ti shko me thes te noteri. Nëse shkohet me thes te noteri, thotë. Atëherë është faj noterit. Atëherë ty të vin parat nga banka. Edhe kalojnë nga banka në llogari. Mund të sekuestrohet ato që kanë dyshime, por si për marsi me asnjë vend botës, si për marsi duhet ta provosh te çdo dyshimi të arsyeshëm që këto blerë kanë lidhje me fat ça deshet vet. Jeni në studion që nuk thoni ç'a doni ju. Ç'a do ti dish? Unë dua të di atë hall që kanë ata që janë pa gjumë sot, se kanë dëgjuar lajmin që pallati që ata kanë paguar ose hyrja që kanë paguar është konfiskuar ose është sekuestruar. Sipas ligjit atyre u kthehen. Sipas ligjit do paguajnë avokatin, do hedhin do argjën e cekë avokati edhe të marrin vesh ti përgjigjem pyetjes shumë shkurt me një rresht. Po. Agjencia e administrimit të pasurive duhet marrë masa që ky pallat mbaroj dhe qytetarët marrin objektin për cilët kanë paguar paret, marrin shtëpinë. Është detyrë e shtetit. Afati do mbahen normat e afatit kontratës apo duhet mbahen normat e afatit. Ti si shtet, ti si shtet, gjesa e sekuestrove këto dili për Zot. Është si muhabeti asaj, fal. Pse nuk i dole për Zot që nga momenti pa i dhënë ato leje, se ti e di shumë mirë, kuj do të jepi ato leje? Ti i dhe ato leje? Qa është e që i blet prokuror? Detektiv? As është detektiv. Ti shkon, a i se takon farat e që me leje, që aplikon studio e notaria, ajo studio arkitektoror.